Shpeshherë ne refleksim tek fakti që djali I vogël I parabolisë kërkoi pasurinë. Do të thoja që nuk kërkoi pasurinë, aq sa kërkoi lirinë që ai e mendonte si të tillë, por në mënyrë të gabuar nga Ati. Sepse po të lexojmë Ungjillin, ne kuptojmë se ai edhe duke qenë me Atin, atë pasuri e kishte. Do të jetonte me Atin dhe do të shijonte të njëjtën pasuri. Dhe ajo çka realisht ky bir kërkoi nga Ati, nuk ishte pasuria, por ishte ajo që I tha Ati që në këtë mënyrë I thoshte Ati largohu nga jeta ime. Unë I dua të gjitha ato që ti më jep. Unë I dua të gjitha ato që ti ke, por I dua larg teje. Ty të dua larg meje. Nuk dua t'i shijoj këto me prezencën tënde. Dhe ky është gabimi që ne të gjithë shpeshherë bëjmë. Ne kemi marrë pasuri të mëdha nga Perëndia. Kemi marrë pikë së pari jetën. Kemi marrë shëndetin që secili prej nesh e gëzojmë lavdë Zotit. Kemi marrë të gjitha mundësitë për të menduar, për të rritur dijet tona, për të shtuar mundësitë tona. E shumë gjëra të tjera, çdo gjë që kemi marrë është pasuria e Perëndisë, që ai na I ka dhënë. Dhe çfarë bëjmë ne? I duam të gjitha këto, I duam që këto të shtohen, duam që të marrim të gjitha të mira që rrjedhin prej tyre, por larg Perëndisë. Në këtë pikë ne jemi një lloj me birin e shturur të parabolisë. Ne themi Zotit, më jep pasurinë. I dua të gjitha këto që ti më ke dhënë, por ty të dua larg meje. Nuk dua që të më kontrollosh, nuk dua që të më qortosh, nuk dua që unë të ndihem keq kur bëj diçka që ty nuk të pëlqen, sepse mendoj se duke qenë larg Perëndisë, unë t'i fshihem I Perëndisë. Por nuk është kështu. Si thotë I troparë, ku mund të shkojmë ne larg teje o Zot? Në qiell ti atje I vet. Në tokë ajo është mbështet se e këmbëve të tua. Dhe nëpërmjet I troparit na mëson kisha se nuk mund të ikim syrit të Perëndisë, kudo që të jemi. Perëndia është aty, sepse ai ka bërë qiellin dhe dhëmën, edhe është në të gjithë krijesën. Është aty Perëndia. Dhe një mësim tjetër që do doja që të nxjerrim nga parabolia e sotme, është që me gjithë gabimeve, me gjithë perceptimin të gabuar, kërkesave të gabuara, mënyrës të shturur të jetesës, ose gjërave të tjera që bëri biri I parabolisë që lexojmë sot në Ungjillin e Shenjtë, ne duhet ta imitojmë atë në pendimin. Duhet që në një moment ashtu si edhe ai ne të vim në vete, edhe të kuptojmë se këto të mira që ne kemi dhe që shijojmë kanë kuptim vetëm nëse është Perëndia me ne. Vetëm nëse jemi të lidhur me burimin e këtyre të mirave. Sepse nuk mund të jemi të lirë, larg burimit të lirisë. Nëse ne kemi perceptimin e të qenit të lirë nga e kemi, nga që u krijuam kështu për Perëndisë. Dhe do doja që ta shikonim këtë periudhë të kreshmës si një mundësi për pendim. Por pendimi nuk është diçka abstrakte, nuk është një fjalë që themi që u pendova, ose kam dëshirë të pendohem, ose përpiqem të pendohem. Pendimi është një veprim konkret. Në momentin që ne pendohemi, duhet të rrëfehemi. Dhe mendoj se ky është një nga misteret e kishës, të cilin e kemi lënë pak më njëherë. Unë do t'ju lutesh atë gjithëve, me lutjen e Shën Pavlit, në letrën e tij që thotë ju përgjërohem juve vëllezër. Dhe unë me përgjegjësinë që Perëndia dhe kisha më ka dhënë në këtë mitropolinë të shenjtë të ishme, do doja që t'ju lutesh sot dhe t'ju përgjërohesha, që të mos e lini me njëri misterin e pendim rrëfimit. Të përpiqeni ta tejkaloni atë mbrojtjen që shpeshherë nuk vjen nga ne, as nuk vjen nga Zoti, por vjen nga I Ligu. Ai që na shtyn që të mëkatojmë,
Pastaj është kaq i zgjuar në thonjza, sa që na fut në mendje edhe ndjesinë e ndrojtjes. Atë që ne nuk e patëm kur mëkatuam. Nuk u ndrojtëm, nuk patëm turp të mëkatojmë, por çuditërisht kemi turp të rrëfehemi. Dhe kjo dhe vetë kur e thua, duket që nuk është një gjë e mirë, e drejtë, qoftë edhe normale, sepse njeriu nëse duhet të ketë ndrojtje ose turp në një moment, duhet të ketë momenti që mëkaton. I vetishëm sistem që Perëndia është do, por ne na ndodh kjo tjetra. Ne kemi turp të rrëfehemi, edhe kur duam. Dhe kjo ndjesi që ne jetojmë shpeshherë na çon në analiza të gabuara, që do të thoya që një kuptim të thellë të tyre janë marrëzi. Fillojnë bëjmë llogari. Themi që të rinj jemi, do mëkatojmë të ca. Pastaj do rrëfehemi, do pendohemi, edhe do largojmë nga kjo jetë të pastër. Por nëse mendojmë kështu, meritojmë atë epitet që Ungjilli i ka vënë të pasurit të marë, që e lexuam para pak javësh, i cili çfarë tha? Që unë me gjithë të prodhim që pata si vjetë, do prish prunarët, ato magazinat që i përdorte, do ndërtoj të rinj, do t'i mbush plot, edhe do t'i them shpirtin tim ha dhe pi dhe të fre. Mirë po natën dëgjoj zërin që i thot, sot do të kërkoj shpirtin prej teje. Pra kjo nuk është një llogari që na çon asgjë fundi. Nuk duhet ta shtym vendimin tonë për të kthyer te Perëndia. Nuk duhet ta shtym për asnjë arsye nevojën që kemi për të rrëfyer. E të vim të misteri në rrëfimit, dhe të pastrojmë zemrat tona, le t'i themi të gjitha ato që kemi bërë, asnjë mëkat që ne mund të bëjmë, nuk është më i madh se mëshira e Perëndisë. Dhe kujdes, ka dhe një gjë akoma më të bukur dhe më të madhe. Çfarë do lloj mëkati të kemi bërë, në momentin që ne vim në misterin e pendim rrëfimit dhe rrëfehemi, ky mëkat jo thjesht falet, por është një lloj sikur të mos ishte bërë fare. Pra nuk do ta dëgjojmë Perëndin ndonjëherë kur të jemi përballë tij të thotë që dakor ti sot je në këtë gjendje, po mos harro se atëherë bëra atë mëkat. Jo. Çfarë do lloj mëkati të kemi bërë? Sa do i rënd që të jetë, sa do i madh që të jetë, sa do i tmerrshëm që të jetë, sa do peshë që të na ketë vënë, sa do turp ose ndjesinë e ndrojtjes që na e krijon brenda nesh. Mjafton pak minuta para atit shpirtëror, me pendim, me lot, me bërullësi, edhe ky mëkat është një lloj sikur të mos e kishim bërë. Mëshira e Perëndisë është si deti, i mbulon të gjitha, nuk duket, zhduket, fshihet çdo gjë nga mëshira e Perëndisë. Kështu që unë sërish dua t'ju inkurajoj, siç e thash me përgjegjësinë që kam. Dhe do isha shumë i lumtur nëse do merja vesh që disa prej jush e kanë kryer misterin e rrëfimit. Madje do t'ju kërkoja që edhe kur të takohemi këtu në kishë, ose jashtë kishës, ose dhe diku tjetër, qoftë edhe ata që kanë një kontakt me mua ose telefonin tim, do isha shumë i lumtur nëse do bëja një mesazh që të thoshte Irsi, unë u rrëfeva. Kjo nuk është për mua, nuk është për klerikët. Kjo është për të mirën e gjithë secilit prej nesh. Le ta heqim atë ndotje që kemi brenda shpirtit tonë. Dhe le ta pastrojmë. Le të veshim sërish atë stolinë e pagëzimit. Le të mos e shpërdorijmë, le të mos e injorojmë të mundësi të madhe që Zoti na dha. Pagëzohemi në kolivit. Dhe dalim me stolitë të shkëlqyer prej saj. Por në jetën tonë të përditshme, me mënyra të ndryshme, me pakujdesi, neve e njollosim të stolinë. Dhe për këtë ka menduar Perëndia, ka menduar etët e kishës. Nëpërmjet misterit të pendimit, ne mund ta bëjmë sërish atë stolinë tonë të shkëlqyeshme. Nuk është e thënë që u penduam një herë dhe u rrëfyem një herë dhe çdo gjë shkoi mirë, sepse ne jemi njerëz, prapë do bijëm, prapë do mëkatojmë, por duhet prapë të ngrihet, duhet prapë të rrëfehemi. Nuk ka rëndësi se sa e bie në jetën tonë. Rëndësi ka se sa e ngrihet. Dhe në momentin që do vi Zoti në ardhjen e tij të dytë, të na gjejë të ngritur, të na gjejë të pastruar. Dhe ardhja e dytë
ka dy kuptime. Është ardhja e dytë në momentin që do vi Zoti për të gjykuar botën, që kjo është kuptimi eskatologjik, është e përgjithshme për të gjithë. Por ardhja e dytë për secili prej nesh është momenti që ne ikim nga kjo botë. Sepse nga ai moment, siç ikim ashtu do paraqitemi para Zotit. Kështu që le ta shikojmë mundësinë që na është dhënë, ditët tona, jetën tonë, që Zoti na i ka dhënë. Ta shfrytëzojmë në kuptimin e mirë të fjalës, që në ardhjen e dytë, në ikjen tonë personale nga kjo botë, të ikim pa bara e mëkateve tona dhe të dalim tek Zoti të pastër dhe me kurajë, të themi që ndoshta mëkatuam. Ndoshta në çdo moment nuk ja dorë, por u përpoqëm. E ndjem dëshirën për të qenë me ty. U penduam